Territori i Kosovës për datën 30 e 1 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të thjeshme dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje të dobta shiu. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 9 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 7 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 8 gradë Celsius, Pej 4 deri në 7 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 8 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 10 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 9 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 9 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 8 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 10 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 8 gradë Celsius.